gëzuar hënën e re tek peshqit. Sot do bëj një ujit të shkurtër se si do ndikoj në energjinë kolektive hëna e re tek peshqit. Të shohim çfarë mesazhi hyjnor duhet të marrim ne si kolektiv. Hëna e re tek peshqit. Energjia jonë do ndryshoj, vibracioni jonë do rritet, energjia jonë vitale do filloj të rrjedhë në çdo qelisë tonën, konfidenca do rritet, fuqia do rritet. Do jemi në gjendje të marrim vendime mbi të ardhmen tonë, një qartësi do vinë në energjinë tonë. Sa në mirë. Ky është mesazh shumë i mirë, por mos harroni që nuk është për të gjithë. Qoftë një mesazh tjetër. Leave the question. Jini kurioz, zgjoni kuriozitetin brenda jush, përshafoni kuriozitetin brenda jush, eksploroni rrugë të reja, eksploroni oportunitete të reja, bëjni gjëra të ndryshe, mos kërkoni pse në çdo hap që bëni, po jetojeni çdo hap që ju bëni, jetojeni jetën tuaj në mënyrën më të plotë të mundshme. Dhe një mesazh të fundit. Stone Goddess. Energjia e hënës së re tek peshqit na kërkon që të lidhemi me emocionet tona dhe të punojmë me plagët tona të brendshme, sidomos ato që janë trashëguar nga linja mëmësore. Ju lutem, lërini transformimin të ndodhi, lërini energjinë e re të manifestohet në jetën tuaj dhe lërini fuqinë tuaj të vërtet të dali në pa. Kjo hënë e re është shumë premtuese për shumë prej nesh, por e rëndësishme është se secili prej nesh ta kapi këtë valë energjie dhe të shkoj tek realiteti që është i supozuar të shkoj. Patrim!